Si mund dalim nga banesa ne, sepse ka dhe zyra, asnjëherë kur. Të vdekur ndoshta po gjallë jo. 32 familje që prej 3 dekadash banojnë në vila 36 dhe 38 në zonën e plazhit të Durrësit, kundërshtojnë vendimin e gjykatës së shkallës së parë që kërkon që ata të dalen nga shtëpitë e tyre, sepse 2 godinat janë privatizuar nga pronari i Truallit dhe nuk janë më pronë e bashkisë. Urdhri i përmbarimit që u kërkon të lënë banesat deri më datë 5 tetor, i ka alarmuar banorët të cilët mëngjesin e sotëm janë paraqitur para Bashkisë Durrës për të kërkuar një takim me kryebashkiaken Emiriana Sako për këtë çështje. Banorët deklarojnë se gëzojnë statusin e të pastrehit dhe kërkojnë nga bashkia një zgjidhje alternative për strehimin e tyre, ashtu siç u është premtuar gjatë takimeve të mëparshme. Përmbarimi ka ardhur me nëntjerë jashtë. Është dhënë një vendim nga gjykata shumë absurd, që ne të dalim pa kryer gjitha shkallët e gjyqësorit që janë apele ashtu dhe ne jemi në rrugë madhe sot. Ne kemi ardhur dhe ke kryetarja në korrik. Edhe na ka thënë në qoftë se ju vjen letra do vini këtu ke unë. Edhe ne kemi ardhur për këtu ke kryetarja sot që na japi një zgjidhje. Zonë ju gëzoni status pastrehi? Po, i kemi që në 91 me të marrë golemin. Shteti na ka fut në atë kohë dhe shteti duhet na strehojë se mbi gjitha jemi njerëz. Ne të kërkojmë nga bashkia që ne të strehohemi. Jemi me status pastre, kështu që këtu i kemi shpresat. Pas protestës së sotme, banorëve u është komunikuar se do të zhvillojnë ditën e hënë të javës së ardhshme një takim me drejtuesit e bashkisë për të diskutuar lidhur me çështjen e strehimit të tyre dhe se si do të procedohet më tej.